Kosova ka marrë një hap të rëndësishëm duke u bërë donatore në IDA-21, një fond që ndihmon vendet më të varfra në botë. Ky vendim u vlerësua lart nga zëvendës presidenti i Bankës Botërore Akihiko Nishio, i cili e cilësoi këtë moment si historik për Kosovën dhe një dëshmi të qëndrueshmërisë së saj në skenën ndërkombëtare. Në një konferencë për media me ministrin e financave Hekuran Murati, Nishio theksoi se ky hap përmbyll një cikël të plot në zhvillimin e Kosovës. Ai e quajti këtë deklaratë të guximshme, duke theksuar se Kosova, edhe pse ka kaluar përmes vështirësive të mëdha pas luftës, tani kontribuon për ndihmën e vendeve më të varfra. Ndërkohë, ministri Murati vlerësoi bashkëpunimin e ngushtë me Bankën Botërore, duke theksuar se deri tani Kosova ka nënshkruar marrëveshje të rëndësishme që përfshin 376 milion euro, ndërsa ka përfituar mbështetje të vazhdueshme për zhvillimin e saj. E për më shumë informacion, klikoni në telegrafi.com.